Pozë zëvendës Kryeministër Urnoni, ju lutem. Zonja kryetare, unë fjalimin tim thash që tërhiqem si kandidat për president, mund t'jetë marrë nështë në formë ma kështu politike, por nëse doni me marrë në formë juridiko kushtetuso apo në përputhje me rregullorin e kuvendit, unë formalisht për hir të transkriptit tërhiqem të kjo të regjistrohet fjalën në mënyrë formale nga kandidatura për president të Republikës Kosovës. Faleminderit zoti Konjufca, urnoni zonja Mulhaxha Kollçaku. Po, në fakt, drejt me ju thonë, mendova që u kuptova, po për hir transkriptit, pa tjetër, që edhe unë tërhiqem, se edhe në fjallën time e thash që ne për që t'i japim mundësi zgjidhjes së problemit, sepse zgjedhjet nuk janë zgjidhje, pa tjetër që në çdo kohë kam qenë e gatshme dhe sonte definitivisht tërhiqem nga kandidatura. Faleminderit e nderuar deputete. Opozita po ashtu ka qenë e ftuar sikurse gjithë deputetët në këtë seancë, por ka zgjedhur bojkotin, prandaj edhe nuk janë këtu. Të nderuar deputet, të nderuar kabinet qeveritar, media, me këtë i mbylli punimet e kësaj seance të jashtëzakonshme, shihemi në seancat e tjera.